Jetoj në gurbet, thot 90%, unë I thirrin telefon prind. Ata mua rallë. Pse rallë? Se rrinë thot në TikTok, në Facebook live. Postime apo për postime kanë kohë, e për mu, si vajzë kjo, thot nuk kanë kohë, unë po mërzitem. Motor, ti po e kryen obligimin karshi prindërve, prindërit nuk po e kryen obligimin karshi teje. Ti edhe pse ata veprojnë kështu, vazhdo thirrë. Edhe nëse ata humbin kohën në Facebook ose në TikTok live. Ti e ki obligim me I thirrë, mundoha me bëhat atë obligimin tonë me kry sipas mundësive. Inati mos maje. Ata kanë përgjegjësinë e vet, ti e ki përgjegjësinë tënde. Ti e kryen barrën tonë, ata s'pe kryen barrën e vet, s'pe hekin nga supët e tyne. Kjo ndodhi apo ky fenomen është I dukshëm tek njerëzit ku kanë kohë me net nëpër rrjete sociale, ta ditën duke lëviz ekranin e telefonit poshtë e lartë, edhe nuk kanë kohë me u marrë me të afërmit edhe me gajlet e akrabavet vet, si në këtë rast për vajzën ose djalin ose nipin e mbesën e tyne. Unë e shoh se ata janë gabim, por ti s'ki çfarë me bë, ti mos bjerë në të njëjtin gabim, vazhdo thirrë edhe bën dua për prindrit e tu. Bën dua, as mos e merr inati. Pa marr parasysh si sillen ata, ti më me kone e kujdesshme. Kështu na mëson feja. Inati jo me bombë me non. Allahu të I rujt prindrit, të rujt ty edhe vlat e tu.